Të nderuar teleshikues të Portokalli Channel, mirëmbrëma. Po ju njohim me programin e vazhdim. Pas pak do të ndiqni edicionin qendror të lajmeve. E pas ti do t'ju njohim me të rejat e horoskopit për ditën e sotme. Në vijim do të ndiqni rubrikën Blerim Shqiptar, telenovelën ton, mozaik folklorik, quizin ton të titulluar Koha jote mbaroi, si dhe mjaft emisione të tjera interesante. Ju uroj shikim të këndshëm të programit ton në vazhdim. Nderuar teleshikues mirëmbrëma. Jemi në edicionin qendror të lajmeve në Portokalli Channel. Do ta ndiqni çdo mbrëmje në orën 20:45 me mua, Sali Berisha. Vazhdojmë më poshtë. Lajme nga vendi. Po të kish pak muzikë shkote lajmi. Me një investim të qeverisë shqiptare në Tiranë, filloi punë uzina e mprejës së Gërshërve. Në inaugurimin e saj kryeministri Berisha tha: "Kjo uzinë do të mprejë Gërshërët me të cilat unë do të presë veshët e lepurit të Ramës." Sa bukur e ka thënë. Nga bota, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbështet Berishën për luftën e tij kundër mafjas së Ramës. Ai ka pohue se Rama ka kërkuar 20% Manhattanit. Çaj du t'i ashtë ky vërëna ime? O çaj du t'i ashtë ky? O kriminal, po dhe Manhattani ka kërkuar. Por Obama i ka thënë: "Hyp këtu të shoh Stambollin." Unë e di se Amerikanë nuk i thonë kështu si ne. I ka thënë turizm. 5 milion turistë që erdhën këtë verë në Shqipëri kanë thënë se zgjodhën vendin tonë sepse ai ka në krye një notar të madh që quhet Sali Berisha. Kultur. Në kujdesin e veçantë të zotit Berisha, në Durrës u zbulua statuja perandorit romak me origjinë dardane, Salius Ramus Augustus, që ka jetuar në shekullin e 2 para Krishtit. Në dorën e tij kishte një pergament ku thuhej se pushteti i këtij perandori romak do të vazhdonte në shekullin e 21 dhe në fund nga sporti. Sëmundja e papritur e trajnerit kombëtarës Josip Pushë nuk e ka demoralizuar fare futbollistët tanë. Ata ka thënë: "Ne do fitojmë, mjafton që na drejtor Berisha." Televizioni jon, lajmi rrufe. Lajmi vjen më shpejt tek ne. Dhe si gjithmonë këtu në fund ekskluzive për ju, një intervistë VIP me një personalitet i cili sot do vi të zbërthehet vetëm në ekranin ton Portokalli Channel. Ai është zoti Dritan Prifti. Kam ardhur sot tu për denoncuar lidhur me ato që thua lart e poshtë ditë për mua. Në dorën time këtu është një kontratë kjo këtu, po është shkruar e bërë mbi zez që unë nuk kam të bëj fare me asgjë nga ato që thonë lart e poshtë për mua, dhe sidomos për ato gjëra, ku thuhet për ti shtu. Ishte kjo deklarata e zotit Prifti e bërë për para një jave. Zoti Prifti më së erdhët. Mirëmbrëma. Atëre, si qëndron e vërteta shkarkimit të nga ministër i Mete nga Meta?
Mua më erdhi shumë rënd për mora vesh. Kur e more vesh? E mora vesh kur isha në gjumë. Dhe aq keq më erdhi sa që u zgjova më njëherë. Po, pse s'më more mua në telefon? Mora po e kishte fik. Prandaj nuk. Për në rregull atëre, si do të shpjegoni ju marrëdhëniet tuaja këtej tutje? S'do t'i Po. Atëre, Faleminderit që më ftuat. s'ka gjë. Mund të flisni hapur. Hapur. Atëre, si shpjegoni juve që Meta nuk pranon që t'ju ketë juve madh tek ministër? Po sepse zoti Meta do vetëm që të ketë ushtar në partinë e tij, po unë i them shumë qartë që unë jam general. Është e vërtet, e kam tha dhe unë që generaljet, jo muhe. Është e vërtet, zoti Prifti, se ju takoni fshehur Azimet Viramën? Jo. Nuk është as pak e vërtet, to janë spekullime, unë kam këtu një dokument, është shkruar e bara Mixes, që unë zoti Rama, jo vetëm që kanë takuar, dhe jo vetëm që nuk e tjetër. Qatë, Gjitha? Je si qertë, marrëdhënia ju ka qenë marrëdhënie shkëlqyer, zoti Prifti. Po. Atëre, çfarë do bani ju me elektoratin tuaj? Atëherë unë i kam premtuar elektoratit tim dhe nuk do dal nga fjala ime. Elektoratit tim fier, unë do t'i çoj 200 lop. Sa? Janë 200 lop për elektoratin e Fierit, sepse shumë për të ardhur keq, mendoshin vitin 2010 qytetarët nuk kanë lop. Nisma ime, një qytetar një lop, do bëjt mundur, po faleminderit, do bëjt mundur që çdo qytetar të shfrytëzoj lopën për leshin, për qumshin, për gjasin. Zotri, më falë tani se e bëre lop muhabetin. Po. Po lop për mua s'ke më duhet ti? Lop për mua? Kam një vit që të mbaj me qumësht. Ke shumë drejt, por elektorati im në Fier... Po qa elektorat leshin ku e gjetë ti kush bani deputet ty, mërë zotri? Unë kam shkuar... Po ti mos të rrisje, berisht po më vjedhin, unë dhe shurë dhe mos vjedhin dhe fitove. Ke shumë drejt, por mendosh që sot nuk kanë lop. Shumë qytetar. E mora vesh. Edhe ata... Po mirë, po lekët ku gjetë ti? Që dole bamirës. Unë edhe kur s'kam pasur lek, kam pasur çfarë të jap. Kjo është... Po s'ke pas lek, vetëm qak edhe... Ja, duart gjepa i ke. Po, tani. Po. Atere, më thuaj mua deklarimi real të pasurisë. Unë e kam thënë dhe herë tjera, madje kam dhe një dokument tu, që e vërteton, që pasuria ime është vetëm 1.8 milion euro. Sa? 1.8 milion euro, që e 1.8 milion? Po, kuj do t'ja fusësh ti, more zotri? Ngrije ma lartë. Ose që ka dhe mbrapa, 2.4 milion euro. është shumë. Ore, a fëpër. E di qatë bërë për jo. Se të fus një që të vesh e të vishë kur të vishë të mos vishë ka të vesh. Ore, vëshë për jo. Tregom të ma shifër reale. Fol hapur. Qeveritarët nuk mund të tregojnë gjithë pasurinë e tyre. Ma thujnë vesh. I sigur? Ma thujnë vesh. Ishe atë. Ty ishte edicioni qendror i lajmeve nga mua Qeli Berisha.